Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV. Jam këtu pranë jush për të sjellë lajmet më të fundit. Dua të ndaloj tek çifti që në fakt ka qenë shumë i komentuar së fundmi për një krisje, për një ndarje, për një marrëdhënie të prishur. Do të flas për Klodin edhe për Elionën. Do flas edhe për ndërhyrjen që pati në këtë marrëdhënie dhe për komentet në fakt që u përfolën. Ju e dini shumë bukur që për Klodin dhe Elionën është folur jashtëzakonisht shumë. Janë dhënë dhe lajme të reme, janë shkruar tituj të rem, janë shkruar tituj pa asnjë lloj bagazhi. Kjo është më se normale sepse secila media, secili portal dëshiron që të tërheqën në një farë forme audiencën për vete dhe lufton në klikime. Dhe këtu në asnjë mënyrë nuk e quaj një gjë të gabueshme. Jetojmë sot në jetën e titujve dhe është më se normale. Komentimi që do të bëj tani dhe ajo që unë në fakt tani do të flas është për marrëdhënien e tyre. Unë me thënë të drejtën do jap mendimin tim. Kjo që unë po them është mendimi im. Nga mënyra se si Klodi e solli lajmin që ja kanë hakuar edhe një herë Instagramin dhe nga mënyra se si mori do me thënë gjën situata, me patjetër që mua më futën të dyshoj që këtu në këtë mes ka prapavi. Tani, Klodi dhe Eliona ka ndarë së fundmi fotografi me babajnë e saj, me familjar, që do me thënë është kënaqur, ka kaluar momente të bukura dhe është argëtuar. Menaxheri i Elionës ngritet në këmbë dhe thotë që ti je një mashkull që e tradhton gruan tënde me një mashkull. Tani, nuk ka cituar se ja ka thënë Klodit, por me patjetër që mendja do të shkonte Klodi sepse ishte historia që përfliteshte me lëndrimin. Por që nga përfundimi i Big Brotherit, lëndrimi Klodi dhe Eliona patë një lloj largësie me lëndrimin, por në shumicën e rasteve kur takoheshin kishin një lloj afrimiteti, edhe pse lëndrimi do me thënë pastaj u mundua që të afrohet me Elionën. Por mbi të gjitha, për mendimin tim, unë mendoj që kjo është një lojë e madhe që po bëhet për klikime. Eliona dhe Klodi do të ishin pjesë e Supernovës. Sot në qoftë se ti nuk bën ndonjë skandal, në qoftë se ti nuk nxjerr ndonjë skandal, me patjetër që nuk do të kesh atë shikueshmërinë të cilën ti dëshiron ta kesh. Dhe unë mendoj që ndoshta të influencuar edhe nga vetë Klan Kosova, po nga producentët e Supernovës, e luajtën këtë lloj mekanizme që te publiku do me thënë të dalin sikur janë të ndarë dhe janë në një krisje. Se çuditërisht Eliona nuk foli fare, nuk dha asnjë sqarim përpos faktit që unë jam me familjen time dhe po kaloj kohë me familjen time, ndërsa dhe Klodi e la të nënkuptuar që ju e keni keq kuptuar gjën duke mos u munduar që ta akuzon për shembull menaxherin e Elionës për gjuhën që ka përdorur kundër drejt Klodit. Dhe gjitha kjo lojë që po bëhet, që këtu në fakt hyri dhe Edi Kuçi, i cili e mbështeti Elionën publikisht, do me thënë foton me përqafim që e kanë pasur në Big Brother si një motor që e respektonte Edi, mendoj që bëhet e gjitha në favor të Supernovës. Tani kjo është ideja ime, është mendimi im, sepse duke u bazuar nga ngjarjet e tjera se si ka ndodhur, mendoj që e gjitha kjo ndodhen vetëm për klikime.